Talenti shqiptar Adnan Januzaj vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes së medias britanike. Për lojtarin 18 vjeçar me pasaportë belge vazhdon të ketë dilema të mëdha sa i takon të ardhmes së tij tek djajt e kuq. Rinovimi i kontratës me kampionët e Anglisë është kthyer tashmë në një çështje, pasi tratativat mes menaxherit e Januzaj dhe klubit, që nga muaji prill e deri më tani nuk kanë avancuar as pak. Me gjithë premtimet e menaxherit Moje se Januzaj është e ardhmja e klubit, Manchester City, rivali i madh i Manchester United, është futur fuqishëm në garë për shërbimet e tij. Menaxheri i The Citizens, Manuel Pellegrini, ka dhënë miratimin e tij për tentativat e Manchester City për blerjen e Januzaj dhe fill pas kësaj ka ardhur edhe oferta konkrete. City ofron 45.000 pound në javë për Adnan Januzajn dhe një kontratë 5 vjeçare. Një pagesë 3 fish më e lartë në raport me atë që ylli shqiptar fiton aktualisht tek Manchester United. Manchester City do ta bëjë tentativën e madhe për blerjen e Januzaj në merkaton e janarit, ndërsa ofertat e shumta kundrejt tij i ka pranuar edhe menaxheri i Manchester United David Moyes. Ndërkohë vetë Januzaj, që deri tani ka luajtur 4 ndeshje në Premier League, vazhdon të shkëlqejë edhe në kampionatin e 21 vjeçarëve. Së fundmi, ai ka dhënë fitoren djajve të kuq në transfert me Bolton me shifrat 0-1, duke shënuar një super gol nga jashtë zone.